bëni shumë fëmijë, e rizkun Allahu e bjen. Muslimani mirëfillt prej gjërave parimore që i ka të qarta dhe është i bindur në këtë parim, është pa diskutim çështja e riskut. Qoftë risku i tij, qoftë risku për gruan e tij apo për familjen e tij në përgjithësi. Andaj muslimani është i bindur dhe i qetë absolut se çështja e riskut është çështje e prerë dhe për këtë nuk duhet të shqetësohemi dhe të brengosemi, nga sa Allahu te bareka ve teala e ka në dorën e tij dhe është çështje e kryer. Andaj, duke u nisur prej këtij parimi, muslimani konsideron dhe beson se shtimi i ummetit Muhammedit alayhis salam është një vepër që mund të konsiderohet edhe ibadet nëse bëhet me qëllim të mirë dhe nëse ajo familje më pas edukohet dhe udhërohet ajo edukata e shëndosh, si dhe shtimi konsiderohet edhe kontribut shumë i çmuar edhe në aspektin kombëtar, e në veçanti për ata popull që kanë pasur armiqësi apo kanë armiqësi me popujt përreth tyre. Thot pejgamberi alayhis salam: "Takatharu fa inni ubahi bikum al-umama, ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah." Shtohuni, pejgamberi alayhis salam bën thirrje, shtohuni, nga se unë nesër në ditën e kiametit para ummeteve tjera, para popujve tjerë do të mburem me ummetin tim, nga se ummeti Muhammed alayhis salam do të jetë ummeti më i madh. Sigurisht se në Islam ekziston edhe një kapitull i cili quhet planifikimi i familjes, e që në esencë lejohet një gjë e tillë, mirë po këtu duhet gjithmonë të jemi në ato kornizat e shariatit, në kornizat e Kuranit dhe të pejgamberit e sa, dhe të jemi mundësisht përballë atakut dhe presionit që në ofron një ambient tjetër e të mos viktimizohemi nga propaganda e perëndimit, për arsye se çështja e natalitetit është një çështje që shumë qarqe të caktuara mundohen të e sjellin një program apo një model të caktuar e që ajo nuk është në përputhshmëri me muslimanin dhe pikërisht konceptin e Islamit përballë familjes, përballë shtimit, zatën edhe ne si popull që kemi qenë, natalitetin e kemi pas një prej armëve më të fuqishme, e që me lejen e Allahut është bërë një armë shumë e fuqishme që ka kontribuar edhe drejt fitores tonë dhe duhet ta ruajmë, dhe kjo është një vlerë që ne duhet ta çmojmë dhe ta ruajmë me fanatiklëk, për arsye se kjo, sikur thash, edhe në kuptimin fetar, po edhe në aspektin kombëtar, është një vlerë shumë e rëndësishme. Elusim Allahun dhul xhelal që çdo herë të jemi kujdestar të ndërgjegjshëm, përgjegjës të familjes të dur, që të formojmë familje të shëndosha e të jemi për ato njerëzve që i udhërojmë fesë edhe vatanit ton familje të shëndosh, konstruktive, të dobishme.